Mirë se erdhe tek tregimi i ditës. Është një tregim të cilin e shtyva, si shtyva dhe librin. Por ja ku jemi, erdhi tetori, duhet të flasim patjetër për të. Sepse është një libër i cili ngacmon një plag që është diku, brenda qelizave tona, brenda anktheve tona, brenda frikërave tona, është frika e një dite tjetër. Dhe kjo vjen edhe me kalimin e moshës, por edhe me ballafaqimin me vdekje, ballafaqimin me smundje dhe ballafaqimin me sistemin shëndetësor të vendit cilit i përket, i cili është abstrakt, spitali është abstrakt, thot autorja, derisa ti je smur, dhe pastaj befasa i bëhet konkret, bëhet prej mishit e qaku, prej dhimbje Dhe kjo është ajo që tregon në një libër të cilin unë realisht e shtyva, edhe për pak, sepse ne kemi frikë nga kanceri. Aq më tepër nga kanceri i gjirit, është një kancer që merr gra, merr jetën e një vajze, merr jetën e një nëne. Dhe ti të duket sikur kur flet për të, sikur e afron. Në fakt, duke folur për të, ti ndihmon që disa gjëra të ndryshojnë, disa gjëra të rregullohen. Dhe unë jam shumë e sigurt që ky libër i Mira Kazhanit, një ditë tjetër, nuk është një libër akuzë për sistemin shëndetësor shqiptar, por është një libër i cili e vë gishtin në plag, pa hecekur plagën. Dhe e dini pse? Sepse ajo nuk fillon të tregoj sa e vështirë është në spitalin publik. Ajo e anashkalon, nuk shkon fare në spitalin publik. Ajo operohet, mbasi diagnostikohet, kuptohet, operohet dhe trajtohet në privat, në Shqipëri edhe jashtë. Kush e lexon thotë, po mirë, pse duhet ta lexoj unë këtë gjë? E pse duhet ta di unë këtë gjë? E dim që spitali publik është i vështirë, ndryshe e thënë nga një gazetare, ndryshe e thënë nga njëra nga ne, është shumë ndryshe, se sa thënë le të themi nga njerëz në komente të cilët flasin për onkologjikun, për tragjedinë e madhe që luhet atje. Ndryshe e thënë edhe nga Ina, për shembull. Ina iku e mori me vete akuzën edhe e akuzuan që ishte sëmundja që fliste. Po sëmundja do flasi, kush do flasi? Dhe sëmundja tregon të vërtetën. Sëmundja nuk i njen. Sëmundja e mirës tregoi të vërtetën, e cila është mungesa e besimit te sistemi shëndetësor shqiptar, sepse nuk ka sistem shëndetësor shqiptar.